Dosja hetimore e prokurorisë së posaçme që çoi në goditjen e grupit kriminal ku bënin pjesa dy lajt dhe Aleksandër Laho, i njohur ndryshe Rumi Shiakut, tregon lidhjet mes tyre dhe gërsinë që kishin ndaj anëtarëve të grupit rival, ku si kreun e tyre konsideronin Plaurent të Dervishajn. Në dokumentin prej 236 faqesh, pjesë e dosjes voluminoze të hetuar nga SPAK, me përgjime të realizuara përmes aplikacionit të enkriptuar SkyECC, që datojnë rreth 4 vite më parë, evidentohet një bisedë mes Aleksandër Lahos, i njohur si Rumi, dhe Vullnet Muçës, ku ky i fundit pretendon se ka folur me Monikën dhe Fredin në SkyECC. Aleksandër Laho me emrin Monika i referohet ish deputetes Monika Kryemadhi, shkruajnë mediat. Pavarësisht këtij pretendimi nga eksponentët e dyshuar të krimit, nga hetimet e deritanishme dhe dekodimi i komunikimeve në Sky, nuk rezulton asnjë provë që implikon zonjën Kryemadhi në këtë grup apo në ndonjë aktivitet kriminal. Deri më tani, emri i saj është përmendur vetëm në një bisedë të izoluar dhe nuk mbështetet nga prova të tjera hetimore.